Një qytet i njohur për luksin, qetëfinë dhe sigurinë maksimale, u përball papritur me sirena alarmi dhe njoftime emergjente. Në Dubai, ku jeton një komunitet prej rreth 1500 shqiptarësh, sulmi me raketa nga Irani tronditi për herë të parë ndjenjën e paprekshmërisë që ka shoqëruar prej vitesh jetën në Emiratet e Bashkuara Arabe. Prej më shumë se një dekade, Dubai është kthyer në një qendër të rëndësishme për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në sektor të ndryshëm, nga biznesi te turizmi. Mes tyre është edhe Sonila Sherifi, e cila prej 11 vitesh jeton në këtë qytet. Ajo tregon se sulmi ishte i papritur dhe emocionalisht i vështirë për të përjetuar. Realisht ka qenë e papritur për të gjithë ne, sepse jetojmë në një nga vendet më të sigurta në botë. Kemi pasur gjithmonë mbështetje të plot nga qeveria këtu dhe jemi siguruar se çdo gjë është nën kontroll. Kjo na ka dhënë një lloj lehtësimi, shprehet ajo. Megjithatë, pavarësisht garancive nga autoritetet, shqetësimi ishte i pranishëm. Si prind, Sonila thot se ankthi më i madh lidhej me sigurinë e fëmijëve. Meraku ynë ishte për fëmijët, edhe pse informacionet zyrtare vinin hap pas hapi dhe na siguronin se situata ishte nën kontroll maksimal sigurie, sërish ishte një situatë pazakontë për ne. Sipas saj, përjetimi ishte i veçantë pikërisht sepse bëhej fjalë për një vend ku rrallëherë ndodhin incidente të tilla. Kur jeton në një vend kaq të sigurt, ku praktikisht nuk ndodh asgjë, një situatë e tillë të duket edhe më e rëndë, por në përgjithësi kemi qenë të qetë, thekson ajo. Autoritetet në Dubai reaguan menjëherë duke dërguar njoftime emergjente në telefonat celular të banorëve. Në mesazhet zyrtare, kërkohej që qytetarët të kërkonin strehim të menjëhershëm në ndërtesën më të afërt të sigurt dhe të shmangnin dritaret, dyert dhe zonat e hapura, për shkak të një kërcënimi të mundshëm me raketa. Sonila tregon se udhëzimet ishin të qarta dhe të vazhdueshme. Na është thënë të qëndrojmë sa më shumë në ambiente të mbyllura, në shtëpi apo qendra tregtare. Gjithashtu të evitojmë zonat ku kanë rënë mbetjet e raketave të neutralizuara nga mbrojtja ajrore, shprehet ajo. Sipas autoriteteve lokale, sistemet e mbrojtjes ajrore kanë ndërhyer për të parandaluar goditje të drejtpërdrejta, ndërsa mbetjet e raketave kanë rënë në zona të caktuara, tashmë në mbikëqyrjen e strukturave të sigurisë. Për komunitetin shqiptar në Dubai, kjo ishte një përvojë që do të mbahet mend gjatë. Megjithatë, mes ankthit dhe pasigurisë së momentit, mbizotron një ndjenjë besimi tek institucionet dhe tek masat e sigurisë së vendit. Në një qytet që simbolizon stabilitetin dhe zhvillimin, banorit po përpiqen të rikthehen normalitetit, duke shpresuar se nata e alarmit do të mbetet një episod i izoluar në historinë e tij moderne.